Një nga dashuritë më të bukura që lindi brenda një formati televiziv ishte ajo e Nedës dhe Ogrenit. Dashuri që u finalizua me martesë dhe u bekua me 3 fëmijë. Dhe në momentet që Neda deklaronte se ishte me fat që kishte në krah një bashkëshort si Ogreni, që mbështeste shumë për rritjen dhe edukimin e fëmijëve, si rrufej në qiell të hapur, erdhi lajmi se Neda i ishte drejtuar gjykatës për divorc. Këto trazira në familjen e çiftit erdhën vetëm pak ditë pasi motra e Ogrenit, ministrja Belinda Balluku, u more pandehu nga spaku. Teksa prisnin që gjykata të përfundonte procedurën e divorcit, çifti jetonin të ndarë, Neda me fëmijët në një shtëpi e në një tjetër ambient jetonte Ogreni, dhe ky i fundit mund t'i takonte fëmijët sa herë që do të shprehte dëshirën. Thuhet se Ogreni është një djalë me këmbë në tokë dhe realist, ndërkohë që Neda është më shumë filozofike. Përballë një diskutimi që kanë pasur të dy në vijim të procedurave për divorcin, çifti ka debatuar rënd me fjalë dhe Neda është ndier e kërcënuar nga ish bashkëshorti i saj. Menjëherë pas debatit, ajo i është drejtuar gjykatës duke kërkuar urdhër mbrojtje. Kjo do të thotë që ish bashkëshorti nuk mund t'i afrohet asaj në një perimetër të caktuar dhe duhet t'i qëndrojë larg për shkak të rrezikshmërisë që ai paraqet për Nedën. E ndodhur përballë problemeve të saj me drejtsinë, kjo situatë ka rënduar akoma më shumë Belinda Ballukun, e cila është shprehur se vëllai i saj asnjëherë nuk ka qenë i dhunshëm. Kundrazi, ai është një baba i përkushtuar, njëkohësisht ka qenë edhe një bashkëshort mirëkuptues dhe i qetë.